For those who want an end-to-end AI search experience, Google e Alphabet njoftoi se do ta vendoste inteligjencën artificiale në duart e më shumë përdoruesve të internetit, ndërsa paralajmëroi një abonim prej $249.99 në muaj për përdoruesit e saj të teknologjisë inovatore. Kjo është përpjekja fundit e kompanisë për të shmangur konkurrencën në rritje nga startupet si OpenAI. Google zbuloi planet mes një mori demonstrimesh që përfshinin syze të reja inteligjente gjatë konferencës së saj vjetore në Mountain View, Kaliforni. Kompania paraqitet më tej një vizion për Google Search që u lejon konsumatorëve të bëjnë praktikisht çdo gjë, nga pyetje të thjeshta deri te pyetje komplekse kërkimore, nga analizimi i asaj që sheh në një kamera e një telefoni inteligjent deri te blerja e një bilete për një event. Giganti teknologjik tha gjithashtu se synon të ndërtojë një inteligjencë artificiale personale dhe proaktive, qoftë duke telefonuar një dyqan për përdoruesit apo duke u dërguar studentëve një test praktik të gjeneruar në moment. Administratori i përgjithshëm Sundar Pichai tha në konferencë se Alphabet do të ndërtonte një model të tillë duke pasur parasysh edhe koston. Vazhdimisht ne kemi qenë në gjendje të ofrojmë modelet më të mira me çmimin më efektiv, tha ai. Asistenti Gemini Google tani ka më shumë se 400 milion përdorues aktiv mujor sipas Pichai. Kompania njoftoi se konsumatorët në të gjithë shtetet e Bashkuara të Amerikës tani mund të kalojnë Google Search në modalitetin e inteligjencës artificiale. E prezantuar në mars si një eksperiment i hapur për të testuar përdoruesit. Kjo veçori e përgjigje të gjeneruara nga kompjuteri për pyetje të ndërlikuara. Google njoftoi gjithashtu AI Ultra Plan, i cili për $249.99 në muaj u ofron përdoruesve qasje të hershme në mjete eksperimentale si Project Mariner, një zgjerim i shfletuesit të internetit që mund të automatizojë shtypjen e tasteve dhe klikimet e mausit, si dhe DeepThink, një version e modelit Gemini që është më i aftë për të arsyetuar detyra të ndërlikuara. Çmimi është i krahasueshëm me planet mujore prej $200 nga zhvilluesit e modeleve OpenAI dhe Anthropic, duke nënvizuar se si kompanitë po eksplorojnë mënyra për të paguar koston e zhvillimit të inteligjencës artificiale. Plani i ri i Google përfshin gjithashtu 30 terabajt hapësirë në cloud dhe një abonim pa reklama në YouTube. Pichai u tha gazetarëve se zgjerimi i inteligjencës artificiale gjeneruese nuk ishte në kurriz të kërkimit online. Ai tha se nuk është një situatë ku fitojnë vetëm disa dhe humbin të tjerët. Teknologjia e re po ndihmon që t'u ofrojmë njerëzve mënyra të reja të kërkimit.